Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjerat do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama bën bilancin e punës së qeverisë, mbron Belinda Ballukun dhe thotë se dosja voluminoze e prokurorisë së posaçme nuk përmban prova. Sali Berisha akuzon Edi Ramën se ka krijuar një regjim mafios. Kryetari i Partisë Demokratike tha se protestat nuk ndalen deri në rrëzimin e qeverisë. Dështon përpjekja e radhës së opozitës për mbledhjen e Këshillit të Mandateve për çështjen Balluku. Socialistët rrëzojnë kërkesën e Partisë Demokratike. Riparohet defekti në Vlorë, lagjet e qytetit po furnizohen pjesërisht me ujë. Situata pritet të kthehet në normalitet të plotë gjatë orëve në vijim. Dy konkurrentët e fundit prejnë biletën dhe ju bashkojnë finales së madhe të spektaklit të Albania's Got Talent, garë e fortë për çmimin për 20.000 eurosh. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama mbajti konferencën e fundit me gazetarët për këtë vit, e cila u dominua nga pyetjet për SPAK dhe hetimin ndaj Belinda Ballukut. Shefi i qeverisë mbrojti zëvendës kryeministren duke thënë se dosja voluminoze e prokurorisë së posaçme nuk ka prova konkrete. Rama foli edhe për numrin e lartë të zyrtarëve të paraburgosur, duke konsideruar këtë situatë absurde. Drejtësia e re ishte dhe kryefjala e konferencës së fundvitit të kryeministrit Edi Rama përballë gazetarëve, teksa i cilësoi SPAK si një opozitë krijuar nga retorika e kundërshtarëve politik, kritikoi metodat e përdorura sa i përket vendimeve të fundit. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, depresioni i thellë në cilin ndohet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Çështja Balluku, sipas Ramës, nuk mund të marrë një koment pa vendim të formës së prerë, ama dosjen voluminoze prej 16.000 faqesh e cilësoi një arkiv ministrore. Pyes për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqe që janë aty? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, arkivi i ministrisë futur brenda. Madje theksoi se SPAK nuk mund të ndërhyjë në punën e ekzekutivit. Në Europë jo, po nuk ka ndodhur në asnjë vend botës që të mblidhen bashkë një prokuror dhe gjykatë dhe tonë pezullohet ky ministri se kështu kemi vendosur ne. Kështu që erdhi aty një rast. Dhe duhet mbajti qendrim patjetër. Mbajtëm qendrim institucional, shkuam në gjykatën kushtetuese. Kreu i qeverisë nuk la pa përmendur dhe akuzat të ashtëquajtura absurde, që sipas tij kanë çuar në një rritje të zyrtarëve të paraburgosur, ndaj dhe kërkoi ndërhyrje. Unë nuk mund të jem kryeministri i një vendi ku ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar dhe të rri pa folur. Nuk harroi ironit dhe me opozitën dhe protestat e paralajmëruara. Protestave që do bëhen poshtë penxheres tu. I kemi ndarë punët prej shumë vitesh me sa kuptoj unë. Unë në zyrë dhe Partia Socialiste në qeveri dhe të tjerët poshtë penxheres time në rrugë. Pyetur nga gazetarët sa i përket reformave, ato zgjedhore dhe territoriale, kreu i qeverisë u shpreh se do të përmbushet çdo synim me apo pa palën kundërshtare. Mirë do jetë t'i bëjmë bashkë, nuk duan t'i bëjnë me ne, do t'i bëjmë vetë. Si do bëjmë? S'do i bëjmë fare. Pse se ata kanë ca plane tjera. Gjatë konferencës, kreu i qeverisë bëri dhe një bilanc të punës së bërë gjatë këtij viti.
Në komunikimin e fundit për këto vit me gazetarët, Sali Berisha premtoi se opozita nuk do t'i ndalë protesta deri në rrëzimin e qeverisë. Sipas tij, Edi Rama ka ndërtuar një rrjet mafios, skandalet e të cilit nuk mund të fshihen më. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi konferencën e fundit me gazetarët për vitin 2025, një vit i cili sipas tij u shenjua nga korrupsioni i qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Viti 2025 ishte një vit në të cilin qytetarë shqiptar u vodhen më shumë se kur në 35 vite, më shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre. Sipas Berishës, dosjet më të rënda korruptive janë dosja e tenderave në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe hetimet ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në konferencën me gazetarët, Berisha ju kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama për çështjen e numrit 2 të qeverisë. Dhe tani nga zyra e tij, në mënyrë identike me një hajdut të papenduar, deklaron se 16.000 faqe të sjella nga prokuroria nuk kanë asgjë për Lubi Ballukun, prandaj ktheni mbrapsht se s'hiqet, nuk hiqet imuniteti i saj. Sipas Berishës, pasi Spaku ka ekspozuar rastet e korrupsionit, fjala tashmë i takon opozitës. Dhe unë i them Edi Ramës, prite zemrimin popullor, të garantoj se shumë shpejt do të bjeri mbi ty. Në këtë komunikim të fundit publik, lideri historik Sali Berisha u ka bërë demokratëve një premtim. Rrëzimin e këtij regjimi, qeverinë teknike zgjedhet re. Socialistët rrëzuan edhe kërkesën e radhës të opozitës për të mbledhur këshillin e mandateve. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën se po pengon drejtësinë për arrestimin e Belinda Ballukut. 5 antarë demokratë të Këshillit Mandateve për të tretën herë kërkuan mbledhjen e këtij këshilli për të shqyrtuar kërkesën e Spakut për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ata mbritën në ambientet e kuvendit të rreth orës 11, por socialistët sërish refuzuan të bëhen pjesë ndaj përpjekja e opozitës dështoi. Prej 2 javësh jemi në kërkim të 5 antarëve të mazhorancës në këtë këshill, të cilët janë fshehur dhe i ikim përgjegjësisë tyre për shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, e cila është e ngutshme për shkak se siç ka provuar prokuroria e pandehura, krahu i djathtë zëvendësja Edi Ramës është duke intimiduar dëshmitar dhe duke prishur prova. Sot mbushen fiks 2 javë nga momenti ku prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku, me sa duket pasi kthyen zyrën e kryeministrit në zyrë avokatie, po kthejnë edhe zyrat e kuvendit në zyrë avokatie për Belinda Ballukun. Në 16 dhjetor në kuvend briti kërkesa e Spakut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. 40 orë më vonë, Këshilli i Mandateve nisi shqyrtimin e kërkesës e avokati i zonjës Balluku kërkoi 3 javë kohë për t'u njohur me provat. Por prokuroria vuri në dukje se 3 deri në 5 ditë mjaftojnë, e mbledhja në 18 dhjetor u mbyll pa një vendim. Nga ana tjetër, lideri i mazhorancës, kryeministri Edi Rama, e bëri të qartë se pa përfunduar betejë në gjykatën kushtetuese për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Balluku, kuvendi nuk do të shprehet për kërkesën e re të Spakut për arrestimin e saj. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë çështjen e pezullimit në 22 janar, ndaj për këtë arsye, vetëm në fund të janarit pritet vendimi i mazhorancës socialiste nëse do t'ia heq apo jo imunitetin Belinda Ballukut. Ujësjellësi i Vlorës njoftoi se defekti i rënd është riparuar pas vendosjes së pajisjes që erdhi nga Turqia. Megjithatë, lagjet e qytetit nuk po furnizohen ende me kapacitet të plotë. Vlora pas 5 ditësh thatësirë në rubineta, duket se po i kthehet normalitetit të furnizimit me ujë të pishëm. Mbrëmjen e së hënës mbërriti nga Turqia, elektromanikota e cila u vendos, ndërsa pas mesnate, defekti i tubit kryesor u rregullua.
Gjithçka përfundoi në orën 4 të mëngjesit, kur nisi edhe mbushja e depove. Sipas raportimeve, me ujë po furnizohet i gjithë qyteti, megjithatë rreziku nga presioni i lartë mbetet akoma, ndaj pajisja po mbahet nën monitorim. Ka gati një orë. Sa ka që autoritetet ju kanë bërë apel qytetarëve që të paktën deri në datën 1 të vitit të ri të mos e përdorin ujin për konsum apo për gatim. Një ditë më parë, qytetarët mbajtën edhe një protest para bashkisë, ku patën edhe një përplasje me policinë. Të revoltuar për këtë situatë, ata hodhën letra higjienike dhe vezë drejt godinës së bashkisë. Protestuesit u shpërndan pasi autoritetet lokale premtuan se problemi do të zgjidhej shumë shpejt. Qytetarët e Fierit po përballen ditët e fundit me rritje të çmimeve në tregun e frutaperimeve. Ata thonë se tregtarët abuzojnë me çmimet në prag të ndërrimit të viteve. Një ditë para ndërrimit të viteve, çmimet e frutaperimeve në tregun kryesor të qytetit të Fierit mbeten të larta e të papërballueshme për qytetarët, duke detyruar të kufizojnë ndjeshëm blerjet për tryezën festive të vitit të ri. Më e vështirë paraqitet situata për pensionistët dhe familjet me të ardhurat të ulta. Ata u shprehen se po blin vetëm produktet bazë, ndërsa shpenzimet tradicionale të fundvitit janë zvendësuar me blerje minimale. Ti shikove të kripura janë. Të kripur për pensionistat, kripura janë. Do vi vërdall, ç'do bëj? Se gjithë janë shtrejt. Janë më gjatë shtrejt, se kjo molla ka qenë shumë lirë. Tani është bërë me 1700. Ai tjetër ka qenë lirë, gjithë janë kripur. Atë po i thosh edhe unë kësaj tash i bëj ti pas keni ndrorur çmimet tash më. Mirë, unë kam mundësi, jo s'ten s'kam, po thjesht i shikoj vetë të kulat e kaposhit e zogut, nishit tek frutat e perimet, të gjitha një pensionist me 100.000 lekë ç'do bëj? Me këto të ardhura dhe çmimet të papërballueshme, ata i dalin të blejnë vetëm madhrat kryesore për konsum, ndërsa për moshën e 3 ndihma e fëmijëve nga jashtë vendit përmes remitancave mbetet jetike. Deri dje par dje luteshin sot një paku majdanor 1500 lekë. Kaq. Ja, dita në ditë, Në shtret me të nga fëmijët, kështë me bo, ja, shqipon, ju ku 15.000 lekë që sot. I keni deri të gjitha ato gjëra që duhen? Qa kena bedi dhe kemi akoma për të blejt, qa do blejmë neve, s'po s'kemi, qa do bëjmë? Ndërkohë mes qytetarëve që ka reduktuar ndjeshëm blerjet, ka dhe nga ata që dalin nga tregu pa bler asnjë përballë çmimeve të kripura. Policia e Tiranës ka arrestuar një 22 vjeçar pasi është kapur në kushtet e flagrancës duke transportuar pako me fishek zjarre dhe kapsolla të dyshuara të kontrabanduara. Në pranga ka përfunduar Sergi Muça, i cili është kapur nga blut në bulevardin Bajram Curri. Lëndët piroteknike dhe makina u sekuestruan si provë materiale, ndërkohë që 22 vjeçari nuk dispononte fatura blerjeje për këto mallra. Policia ndërkohë po vjon kontrollet në lidhje me fishek zjarret, pasi edhe këtë vit ato po shiten në tregun e zi. Ekspertët e ushqimit këshillojnë që të bëhet kujdes gjatë festave. Nutricionistët thonë se konsumi me tepri produkteve dhe alkoolit mund të sjellë pasoja serioze në shëndet. Kur në ndajnë vetëm pak orë nga nata e ndërrimit të viteve dhe thuajse të gjitha familjet janë bërë gati për të festuar, kanë filluar të shfaqen problemet e para shëndetësore. Ekspertët e shëndetit shpjegojnë se në këto ditë festash njerëzit janë më të prirur të abuzojnë si me ushqimin, por edhe me pijet alkolike, pa kuptuar pasoja serioze për shëndetin. Luksi i urgjencës është mbushur me raste të ndryshme, me edema pulmonare, me raste të cilat janë enterovirozat, nga virozat e ndryshme, por edhe nga teprimi i ushqimeve. Në këtë fund vit kemi raste me diarre, të vjella. I themi të gjithë popullatës të kenë kujdes me teprimin e alkoolit. Pse? Sepse kthehet festat nga raste feste në kthehet në trauma. Darka festive konsiston në një menu të pasur me ushqime nga tradicionalet deri tek ato që konsiderohen fatësjellse dhe tek të gjithë është dëshira për t'i ngrënë të gjitha. Megjithatë nuk duhet mungoj kujdesi, sidomos nga personat me sëmundje kronike. Nëse flasim për sëmundje kardiovaskulare, për hipertension, duhet të kenë shumë kujdes me kripën, me lëkurën e xhelit të detit, me ëmbëlsirën, sa më pak ato ëmbëlsirat tona tradicionale me sherbet, në mos, jo 2-3 në pjatë një hershi, në sasi shumë të vogla.
Tjetër për persona që kanë kolesterolin e lartë, të shtojnë pak fibrat këto ditë. Farat e ndryshme, perimet, jeshillishet, i shtojnë pak sepse do t'i ndihmojnë për përsisjen dhe për të mos rritur kolesterolin me njëherë. Personat me veshka në mënyrë të veçantë, edhe pse është vit i ri me pjesën e kripës, duhet patjetër të jenë të kujdesshëm. Veç kujdesit me konsumimin e ushqimeve, bluzat e bardha theksojnë kujdesin që duhet treguar me përdorimin e objekteve piroteknike si kapsollat apo fishek zjarret, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime serioze në shëndet, duke marrë shembuj të rasteve nga vitet e kaluara. Skuadra e finalistëve të Albania's Got Talent u plotësua mbrëmjen e të hënës. Në gjysmëfinalen e fundit të spektaklit, 2 konkurrentët arritën të binden njorin dhe do të vijojnë garën për çmimin e madh. Finalisti i parë i kësaj mbrëmjeje është Briselda Yzeiri. Briselda Yzeiri dhe Andi Hyso janë 2 konkurrentët e fundit që u zgjodhën nga juria për t'u bashkuar finalistëve të spektaklit Albania's Got Talent. Andi Hyso! Kështu është plotësuar i gjithë mozaiku i përbërë nga 12 finalistë që do të dhurojnë një spektakël të vërtet me talentet e tyre në finalen e madhe. Gjysmëfinali e fundit ishte plot emocione, duke vërtetuar edhe një herë se ky prodhim i Vision Plus gjatë këtij sezoni ka qenë një sukses i vërtet. Mbrëmja nisi me energjinë e pashtershme të Geron Papës, 11 vjeçarit baterist dhe vijoi me Betim Hasanin, i cili edhe këtë herë befasoi jurin me artin e tij. Dum-dum. Turitara, dum-dum. Turitara, dum-dum. Po aq emocione të bukura dhuroi edhe Esper Kalemaj apo Eiza Hoxha, e ndjekur nga performanca fantastike e iluzionistit Edmond Murra. Dhe për një moment do zhduket dhe do dalin në mëngët tuaja. Sigurisht. 12 finalist, mes të cilëve vetëm një do të rrëmbejt çmimin e madh prej 20.000 eurosh. Gara është e fortë, por mbi të gjitha, talentet janë të mëdha, dhe kjo është dëshmuar përgjatë këtyre javëve, ku juria shpesh është vënë përballë dilemash dhe zgjedhjesh të vështira. Një themun, një okay. Juria pozicionohet gati për skenet. Por kush prej konkurrentëve do të jetë fituesi i edicionit të dytë të Albania's Got Talent? Për të mësuar këtë, por edhe për të përjetuar emocionet e vërteta, ky spektakël që theu çdo rekord, ju lë takim në një finale të jashtëzakonshme vetëm në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.